Le të flasim pak për historinë e Sevens, një fast food që në pamje të parë dukej se po jekte se vërtet mirë. Kishte klient, kishte lëvizje, një emër të mirë në zonë. Por, siç ndodh shpesh, nën sipërfaqen e një suksesi të mirë, fshihej një potencial gjigant, i pashfrytzuar, një motor rritjeje që thjesht priste dikë t'i gjente Chelsea-n e duhur. Dhe ja ku e kemi një shifër kyçe, 400 euro. Kjo ishte mesatarja ditore që gjeneronte shërbimi i deliverit. Tani, shumë kush mund ta shikonte këtë shifër dhe të thoshte, po, nuk është keq, është një bonus i mirë për vetëshitjeve në restorant. Por pyetja që ndan bizneset që mbijetojnë nga ato që dominojnë është krejt tjetër. Nuk është a është kjo shifër e mirë, por a është kjo shifra më e mirë që mund të arrijmë. Dhe pikërisht kjo pyetje nuk e linte rehat menaxherin e ri, Arbenin. Ai e kuptoi që detyra e tij nuk ishte thjesht të menaxhonte atë që ekzistonte, por ta sfidonte atë. Ai nuk ishte paguar për t'u kënaqur me një jo keq komode, por për të gjetur pikërisht atë levën strategjike që do ta hidhte biznesin në një tjetër nivel. Gjithçka filloi me këtë dyshim të thjeshtë. Pra, ja si do ta zbërthejmë këtë udhtim strategjik. Do të shohim 4 faza kryesore. Së pari, identifikimin e problemit të vërtet që fshihej pas një suksesi të dukshëm. Së dyti, fuqinë e një diagnoze të thellë përpara se të hidhesh në veprim. Më pas, ndërtimin e një sistemi krejt ri dhe në fund, mësimin thelbësor që fshihet pas gjithë kësaj historie. Zbulimi i parë i Arbenit ishte, në fakt, gjenial në thjeshtësinë e tij. I gjithë stafi pa përjashtim e shihte shërbimin delivery si një shtojc, një bonus, një deg dytësore e biznesit kryesor që ishte restoranti. Por Arbeni e pa krejt ndryshe. Ai kuptoi se delivery nuk ishte thjesht një kanal tjetër. Jo, ishte një fushë beteje krejt tjetër, me rregullat e veta, me psikologjinë e vet dhe me një klientel krejtësisht të ndryshme. Mendoje pak konkretisht. Kur futesh në lokal, të gjitha shqisat të sulmojnë. Aroma e ushqimit që gatuhet, atmosfera, muzika, ndërveprimi njerëzor me stafin, e gjithë kjo krijon një eksperiencë. Po në delivery, e gjithë beteja zhvillohet në një ekran të ftohtë telefoni. Aty nuk fiton aroma, por qartësia e ofertës. Aty nuk fiton atmosfera, por psikologjia e vendimit. Në lokal fiton ushqimi, në aplikacion fiton mënyra si e paketon dhe e shet atë ushqim. Në këtë pikë, instinkti i parë i çdo kujt do të ishte, "Okej, hajde bëjmë një ofertë, të ulim çmimet, të bëjmë diçka." Por Arbeni bëri diçka që kërkon disiplinë të jashtëzakonshme. Ai vendosi të mos bënte asgjë. Në vend që të hidhte para dhe energji duke shpresuar për më të mirën, ai investoi kohën në një diagnozë të thellë. Ai shmangu gabimin klasik të kuruarit të simptomave pa kuptuar sëmundjen. Dhe nuk u mbyt në të dhëna të pafundme. E strukturoi të gjithë kërkimin e tij rreth këtyre 5 pyetjeve thelbësore. Këto nuk janë pyetje të zakonshme, janë si bisturia e një kirurgu, të dizenjuara për të zbërthyer çdo aspekt të biznesit. Secila prej tyre do të zbulonte një pjesë të rëndësishme të enigmës. Dhe bum, ja ku doli zbulimi i parë bombe. Të dhënat ishin të pamohueshme. Sevens ishte një bishër gjatë drekës, dominonte porosit nga zyrat e bizneset përreth, por sa po vinte ora e darkës, pothuajse zhduke nga harta. Çfarë do të thoshte kjo? Që tregu e kishte futur në një kuti, zgjidhje e shpejt për drek, jo një opsion serioz për dark. Dhe pikërisht aty, në atë boshllëk, fshihej ari, mundësia më e madhe për rritje. Pastaj, Arbeni gërmoi më thellë, cili ishte avantazhi i vërtet konkurrues. Do thuash, kam ushqim të mirë, nuk do të thot asgjë, është thjesht zhurmë, të gjithë e thonë. Duke analizuar komentet dhe sjelljen e klientëve besnik, ai zbuloi armën e vërtet psikologjike. Njerëzit nuk e zgjidhin Sevens vetëm për shijen, por sepse ndjeheshin sikur po bënin një pazar të zgjuar. Merrnin një porcion të bollshëm për një çmim të arsyeshëm. Kjo është e fuqia e vërtet. Kur pas se si paraqitej Sevens në aplikacione, i ra pika. Menuja ishte thjesht një listë gjatë produktesh, pas një logjik, pas një hierarki, pas një udhëzim. Dhe ja ku është Chelsea. Në një dyqan pa shitës, produkti duhet të shes veten. Ktu, menuja ishte shitësi, dhe shitësi ishte konfuz, i mërzitshëm dhe as pak bindës. Pra, leti përmbledhim pak pengesat. Imagjinoni veten si klient që shfleton aplikacionin. Së pari, nuk ishte asgjë që të shtynte të porositeshe tani, asnjë ndjesi urgjence. Së dyti, menuja ishte aq e ngatruar sa që të lodhte mendurisht për të zgjedhur. Së treti, kushtohej edhe tarifa e dërgesës,
kostoja totale duke e lartë. Dhe së fundi, mungonte ajo oferta hero, ajo zgjidhja e qartë dhe dominuese për darkën. Biznesi ishte aty, por nuk po fliste me klientin. Okej, me gjithë këtë diagnozë të qartë në dorë, Arbeni ishte gati për fazën tjetër, por ai e dinte se një diagnozë e mirë pa një strategji të qartë prodhon thjesht një listë veprimesh të shkëputura. Tani ishte koha për të ndërtuar urën nga të kuptuarit e problemit te ndërtimi i një makinerie që e zgjidh atë në mënyrë sistematike. Ai e distiloi të gjithë planin në këtë fjali të vetme. Shikojeni pak me vëmendje. Kjo nuk është thjesht një synim, ky është një GPS strategjik. Tregon saktësisht cilin treg duhet sulmuar, darkën dhe urinë impulsive. Tregon saktësisht si duhet pozicionuar, si zgjedhja më e qartë, më e thjeshtë dhe me vlerën më të fortë. Çdo vendimi më passhëm, nga fotot e deri te promocionet, do të kalonte përmes filtrit të kësaj fjalie. Veprimi i parë, sulm total ndaj menus. Ai krijoi paketa super të qarta: solo, duo, family. Pse? Sepse një klient i lodhur duke menduar është një klient i humbur. Ai e bëri vendimin absurdisht të lehtë. Hoqi produktet që rrinin kot dhe ngriti në piedestal yjet e shitjeve. E ktheu një listë inventari në një mjet shitjeje të dizenjuar me kujdes. Pastaj, fotot. Ai e kuptoi dallimin thelbësor mes dokumentimit dhe joshjes. Fotot e vjetra thjesht tregonin se si dukej produkti. Fotot e reja ishin dizenjuar për të shkaktuar një reagim të brendshëm, për të hapur oreksin vetëm duke i parë. Njëra të thotë ky është një burger, tjetra të bërtet, ti e meriton këtë tani. Dhe tani, promocionet. Këtu ndodhi një ndryshim themelor në filozofi. Promocionet nuk ishin më thjesht ulje çmimi pa kriter. Ato u kthyen në vegla precize për të drejtuar sjelljen e klientit. Një promocion ishte dizenjuar specifikisht për të fituar klientët e darkës, një tjetër për të rritur vlerën mesatare të porosisë, një i tretë për të nxitur rikthimin. Çdo promocion kishte një mision specifik. Sigurisht, një ofertë brillante që nuk e shet njeri, vlen zero. Kështu që ai luftoi në dy fronte për të fituar raftin digjital. Brenda aplikacioneve, ai përdori pozicionime me pagesë për të qenë gjithmonë në krye të listës në momentet kyçe, duke kapur kërkesën ekzistuese, dhe jashtë aplikacioneve, me reklama në rrjetet sociale, ai nuk priste urinë, ai e krijonte dëshirën dhe i drejtonte njerëzit drejt porosisë. Dhe rezultatet? Spektakolare. Pas disa muajsh, shifrat e deliveryt u rritën në mënyrë dramatike, duke kaluar çdo parashikim. Por suksesi i vërtet, mësimi i madh i kësaj historie, nuk ishte thjesht e eurot e fituara. Ishte te transformimi i plot i mënyrës së të menduarit, një ndryshim në ADN-n e biznesit. Arbeni nuk krijoi thjesht një fushat me fillim dhe mbarim. Ai krijoi një motor. E kuptoni dallimin? Ai ndërtoi një sistem të vazhdueshëm testimi dhe përmirësimi. Çdo javë provoheshin oferta të reja, foto të reja, mesazhe të reja. Biznesi nuk operonte më bazuar në opinione dhe hamendje. Tregu, jo opinioni i shefit, u bë busulla që drejtonte çdo lëvizje. Dhe kjo na sjell në zemër të gjithë shkaje. Arbeniu u shndrua në atë që mund ta quajmë arkitekti sjelljes. Ai e kuptoi se nuk shiste thjesht burgera, ai shiste vendime. Rritja nuk vjen duke i shtyrë me forcë produktin, por duke bërë vendimin e klientit për të zgjedhur ty sa më të lehtë, sa më të dëshirueshëm dhe sa më të justifikueshëm. Dhe kjo është pyetja me të cilën dua ta mbyllim. Shumica e bizneseve kur përballen me vështirësi, pyesin: si ta bëj produktin tim më të mirë? Por historia e Sevens na mëson të bëjmë një pyetje shumë më të fuqishme: si ta bëj zgjedhjen time opsionin më të lehtë, më të zgjuar dhe më tërheqës për klientin? Përgjigjja e kësaj pyetjeje mund të ndryshojë gjithçka.